të kemi paralajmërim të hershëm për vërshimet, sepse kemi vendosur senzor në çdo pellg lumor në territorin e Kosovës dhe i marrim rezultatet në kohë reale, në mënyrë që kur paralajmërohen vërshimet të mund të ndikojmë që dëmet të jenë sa më të vogla të mundshme. Në Kosovë janë të identifikuara 398 zona me rrezik të konsiderueshëm nga përmbytjet në nivel vendi. Prej tyre janë 108 zona me rrezik ekstrem, 95 me rrezik shumë të lartë dhe 195 me rrezik të lartë. Dhe kjo, kur po flasimi për këto shifra, nënk kuptojmë për një sipërfaqe të madhe të territorit të Kosovës, që i përfshin dikon 340.000 banor, që i përfshin 32 objekte kulturore, 57 zona të mbrojtura, 538 zona me rëndësi ekonomike, pra në krejt territorin e Kosovës. Janë dikon 491 kilometra lumenj që janë segmentet të ekspozuara ndaj përmbytjeve të shpeshta. Dhe brenda këtyre 2 viteve të fundit, ne kemi arritur që të ndërtojmë një sistem të monitorimit në kohë reale dhe i kemi 23 stacione meteorologjike, 36 stacione të rreshjeve, 34 stacione hidrometrike dhe 40 pika të monitorimit të ujrave nëndoksore. Dhe krejt këto janë që me i marrë informatat sa ma shpejt dhe kur kemi paralajmërim për me mujt me intervenu. Ne kemi fillu, sidomos vitin e kaluar, me rregullimin e shtretërve të lumenjve në për disa qytete të Kosovës dhe do të vazhdojmë edhe gjatë vitit 2026 dhe tutje, por këtë çka duhet një bashkëpunim shumë i madh i institucioneve qendrore me ato lokale në mënyrë që të intervenojmë në këto pika kritike që tashmë janë të identifikuara, që dëmet prej vërshimeve në të ardhmen të jenë sa më të vogla të mundshme.